E jemi rikthyer në ndor trokitje tuaja, ovacione, sonte zonja Zotrin. Do të na vi një mysafir tepër i veçantë, një personazh nga më të rrallët në gjithë botën shqiptare. Do të vi një shekull me vete. Akademiku i madh, profesor i nderuar, plaku i urtë, zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, akademik Mark Krasniqi. Zot lutem. Kjo është karrika juaj. Shumë dorë trokitje, ovacione për akademikun, për njeriun e madh Mark Krasniqin. Mirë se erdhe. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Po më dëgjon mirë? Mirë, po në gjoj. Djal i ri 94 vjeç. Dikur i ri. Profesor, me shëndet je shumë mirë, shifet që je shumë mirë. Po. Men sana in corpore sana. Sana. Mendja shëndosh, në trup shëndosh. Po. Kjo të mban kështu të ri gjithherë? Mirë jam. Profesori, jeni lind këtu e 94 vjet ma përpara. Në cilin fshat? Po, i thonë në Glaviqis, po ja kanë rrua emrin disa herë komet prapë se prapë Glaviqis, afer Pes. Afer Pes. Një fshat i vogël. Në rafshin e Dukagjinit. Rafshi Dukagjinit. Pejon, afer Pes. Afer Pes, jo 10 kilometra. Kur e fillove shkollimin fillor? Po, mas 12 vjeç. 12 vjeç. Po. Ku ashtu, profesor? Prapë në katullin tim, jonë, edhe sot e kësaj ditë është ajo shkolla. Ajo shkolla aty, edhe sot e kësaj dite. Po, që nërën shumë mirë, bile. Në cilën gjuhë bëhej mësimi? Atje ka qenë vetëm serbishtja. Ve serbishtja. Bëhet fjalë për vitet 30 shekullit kaluar. Po. Pas kësaj keni shku në gjimnaz? Në gjimnaz dhe kom e fillu dhe marrua në prizen në të kohë. Me 1932 jam regjistruar, me 1921 kom kry maturën. Se gjimnazi 8 vjeqara? 8 vjeqarë ka qenë gjimnazi, shkolla fillore ka qenë 4 vjeqare. Për shqiptarë ka qenë edhe një klasë përgatitore për me mësu gjuhën. Për me mësu gjuhën, e? Po. Në vitin 1940-20 dole i diplomuar, e? 21. Edhe pastaj ku shkove? Pastaj Kosova ka qenë Shqipëri atër. Jo vetëm Kosova, për edhe shumisa e trevave shqiptare, kësi jo në Macedonijë, në Malëzik, në ndaj. Ministri i Arsimit në të kohë ka qenë shkrimtari dhe shkencari i njofru Ernest Kuliqi. Aje shpallin në gazetë se Kosovarët edhe shqiptarët të viseve shqiptare që e kanë kryu maturën dhe të paraqitin sa ma para në Tiranë, në Ministri, ju epim burcën edhe i qojmë në Itali të shkojnë të studiojnë që ka dojnë. Edhe shkove në Itali në studime? Shkove në studime në Itali në Padovë. Me bursë të Shqipnis? Po, të Ernest Kuliqit, bursë të Shqipnis. Qësha kujton kohën e gjimnazit, profesor? A ka qenë kohë e bukur, e vështirë? Po, atër kom qenë i ri në zasë, kuptohet e rinia e ka të vetën, por gjimnazi ka qenë i vështirë, sidomos njëherë në fillim, se gjuha nuk mësohet ashtu në shkollën fillore sa duhet, por prap mirë ka qenë. Gjimnazi ka qenë shumë një institucion edukativ shumë rigoroz. Edukativ. Prap, edhe gjimnazi ishte në gjuhën serbe, apo? Në gjuhën serbe, zdo gjë në gjuhën serbe. Po ju keni fillu me shkru qysh në atë ku? Po, ne i thoshu, unë kom qenë një internat katolik, ku ka pas kroat në atë internat shumë e shumë, kështu që i thoni më tepër gjuha kroate se sa serbishte. Aha, gjuha kroate më shumë. Edhe në atë kohë kom fillu unë se Shqip atër asë nuk e dinim alfabetin, asë kur gjohë zinim. Po, kom fillu serbisht me thonë, hajtë,
ose kroatisht në atë kohë, me shkru diçka për natyren, për mëngjesin, për lullet, për... Si nxans. Po. Po keni shkruar edhe vjersha të bukura në atë kohë. Kush ka frymëzue në aspektin advetar shqiptar më shumë, si nxans atëherë? Po, më tepër më ka kështu inspiruar, më thënë drejt, oda e mysafirëve, oda tradicionale shqiptare. Shqiptare. Po, mu më mërte baba gjithmonë në veti. Po. Babaj mërte gjithmonë në veti, kur kishin të bim ose mysafir, jo vetëm në kullën tonë, por dhe në katon aty, edhe të dajt ose diku, edhe unë një gjoja me vemenje, këngë populore, shkolla, në nëthojza shkolla, sigurisht ka qenë oda e burëve. Aty u bisedon të për halët, e për problemet, e për një dioni ose diçka. Gjithmonë ka qenë në vend ku me shumë interesim njerëzit e në gjonin një anë tjetrin. Qau djemni fisnike, se po mbushe 20 vjetë, që të shtrëngoj zjedha anmike, në robni të shkaut ti kembet. Bini bitë e Skënderbeut, ja kthejmë derën sot atë dheut. Kush shqiptar veti ti thot, për lirin kom të qohet sot. Sa e bukur e shkrume. Qohi djem të gostivarit, qoh o diber qoh të to, qoh o shkup në dera e shqiptarit, qoh Prishtin me gjithë Kosovë. Pas ke bon... Profesor, thirrje qysh në atë kohë për kryen ngritje, për luft. Po, për luft, për hatër se thot populli jo. Po, në qo se zbatë në ryshi me fitu lirin, atë duhet me vojnë zdo gjanë. Duhet me sakrifiku edhe vetë vetëm. 16 vjeqar kjo, ha? 16 vjeqar kom qenë, po kemi qenë në Rubni atër. Kur par drejte s'ka pas shqiptari? Leni mos që s'ka pas drejte, po në mërte tokën, në mërte gjanë, në mërte në burgoste, në torturonte, në niste me dhonë të madhe u moshë Turqia me shqiptarë. Tu ja u marë tokën në Kosovë dhe në visë tjera shqiptare, tu u lanë pa mundësi me jetua. E tu i dëbua për në Turqi. E tu i dëbua atjetër. Ma në i tërturat e sëmë ka qenë një të merë. Për nej, kjo ka është adekuate. Kjo kanë, kjo vjersh, kjo poezi e bukur. Me ta pazon këto në atë kohë? Po atër kom qenë i ri, 16 vjeç. Me më vjerë nështë nuk më kishin varë, por... Veç me të burgos gjatë, po. Më kishin përdojnë për gjitha shkollave, për gjitha mundësishme. Profesor, shkove në Padov, në studime. Gja e rallë, interesante, për kuadrët, po ju thatë vetë Ernest Koliqi, shteti, na dërgoj me bursë. Pastaj studiova atje sa vjetë? 2 vjetë. 2 vjetë në Padova? 2 vjetë, atër ka qenë lufta e dytë botërore, gjatë në saj kohë, edhe filloj, po fillun zbarkimin këto trupat Amerikës, të Anglisë, dhe në Itali. Italia ka qenë fashiste atër, ka qenë sistemi tjetër. Edhe u deshtë me u largu prej studimit edhe prej shkollave me shpetu, mos me zonë lufta aty ku je. Me u këthy në Adhe, në Kosovë. U këtheve me vështërsi? Po. Rrugë gjatë. E ke përshkru bukur atje me anije, shumë ditë në për Bregdet, në për... E ko pas një shokat e gjatë studimeve dhe dhe student, por pak maj vjetër se une, Luiz Frana nga Shkodra, edhe me ate jam këthuj atër në një anije, kishte qenë bëli anije e Jugoslavisë, por e zonë në Robë, në italianë të kishin zonë, ishte në zdorë të ushtrisë. Edhe disa ditë bëmë deri sa mërim në Ulqin. Se unë nalte në qytetet nërshme, me zbarku disa malë dhe disa sene. Në këtë periudhë, kur keni studiu profesor atje, e keni taku edhe Alex Buden edhe emrat të tjerë, ka pas edhe prej Kosovë emrat njohu? Po ka pas, ka qenë Esed Mekuli, për shembull shoki jemi, kanë qenë Idris Ajeti? Idris Ajeti gjithashtu shoki jemi. Gjithë kohën keni shkru? Keni shkru poezi, shkrimet ndryshme? A ke shkru edhe prozë? Kom shkru edhe prozë, dhe s'ka bile kom...
kemi pas pasanik në Kosovë, kur ndryshoi puna, Italia kemi pas në një revistë letrare, Jeta e Re. Drejtori ka qenë Isad Mekuli, shoku jem i ngushtë. Edhe shpalli, ajo revistë shpalli një konkurs për një tregim. Për tregim. Edhe unë u paraqita. Kjo ndodh vitet 50-a, më vonë, a? Po, unë isha atër në Beograd, në student. Në Beograd studioja. Edhe unë u paraqita me një bërë. Se dhe pa të mësu në gjuhën, pa të mësu litërsinë, diçka u bën një përparim i madh. Edhe unë isha në Beograd, Esadi ishte në Prishtinë. Edhe ai konkurs zgjati një 3 java në muj. Edhe unë isha në Beograd, po isha i lidhur gjithmonë me punën time, se kom punu në Akademinë e Shkencave të Serbisë në Beograd 12 vjet. Kom pas punën gjithmonë... Si punëtor shkencor? Po, si punëtor shkencor. Kom pas punën gjithmonë në Kosovë. Traditën, në jetën, në zakonet e gjato etnografi. Me ato studime, me ato punë jeni marrë në Kosovë? Edhe erdha unë u takova me Esadin, thash, si po shko puna e konkursit. Tha, kemi ranë në hallë. Në ka ardhë një punim, një tregim, tha, si nuk është për nivelin tonë. Edhe tha, na gjithë po mendojmë se ai është një kopjim. Është një tregim i tjetër kujt. E ka kopju dikush? E ka kopju dikush edhe e ka bërë Shqip, edhe ka konkuru me te. Ai ishte, e pyta unë, po cilin e ka atë nofken, atë, sa me thonë, atë titullin e msheft, a i tha bile gjithë në të redaksis, jemi angazhuar me lezuar sa më shumë, ku po e gjejmë serbisht, italisht, në një gjuhë tjetër. Në një gjuhë tjetër atë tregim. Nuk i thash kur gjohë. Tha, po me gjithë atë në do të japim tha çmimin, po jo çmimin e parë, mos i nuk dim se është i ynë, ja nuk është ai, po çmimin e dytë. Unë nuk i thash kur gjohë. Esadit. Po masanaj kur mori fund, edhe u dashke me paraqitë kopjen e tregimit, edhe nofken e kanaj, dul aty. Unë i imi. Por kur u takova me Esadin, gati si se ma grejë veshin. Tha, qysh na ke mundu, tha, edhe 2 javë, tha, e kemi zjatë konkursin, tu lezu, këne anej tu kërkue. Këne anej e ti besedove me muaj, edhe nuk më tha se qysh është i viti aji. Tash po nuk deshta me niku në ty, se si shokë që jemi ti ma kishe dhonë nështë të shmimin edhe pa merituar. Tha, jo. Mirë, po. Këtë tregim e ka përkthyë serbisht në Beograd, në një malizez, edhe e ka emituar në Radio Beograd, atë tregimin tem. Kur shkova unë në akademi, se atër isha në akademinë serbe të punua, u habitin ata akademik të në punë, si të që kishin dëgju Radio Beogradin. Atër s'ka pas televizion e klo, sa në po në radio në gjëshin. U habitin qysh një shqiptar me... Një shqiptar me shkru këtë shkrim Kashmir. S'mu ishin me pranu, a? Mirë, gjatë luftës, dytë botërore keni punu edhe si sekretar komunash në 2 vena, apo në 1 ven? Po, unë kom qenë në Padovë, po thëmë 2 vjetë edhe, kur erdha në Katon, në shtëpi, dhe kom pasu në një shokë në prefekturën e Pejës. Ati Haki Hoxhin prej Isinsit, edhe shkojsha shpesherë në Pejë, bu taku me te. Haki më tha, se ishte informum, a ishte aty në prefekturë. Në prefekturë prefekt ka qenë një prej Toskënia. Po, edhe dikush ju kisonë se unë e kom lanë farë të Italinë, edhe e këthyje me shkollë. Po, se jam kundra fashizmit. Të rishte Gjendarmaria e Karabinieri, fascinatore italiane, të në Kosovë. Kështë edhe shqiptarë me ta. Edhe thatë kanë akuzuar njerëzit këtu si të je antifashist. Antifashist. Po. Pra ne tha, mirë është me ikë prej ati Katuni. E me ardhë ka me punu? E me ardhë me shku në Strelës me punua. A në Strelës ke punu? Në Strelës ka punua, afer Pejës, është Strelës, e di Katuni madhë. Edhe
gjithë janë të fisit tim, të Krasnisë. A krejt Krasnis janë? Krasnis. Krasnisit e Krasnis pas ka shku. Edhe aty kom fillu me shkruhe, me shku. Kom pas shok Ali Boletinin. Ali Boletinin, Po, nipin e Isa Boletin. Keni punu një kohë si sekretar në Strelc, më pas jeni bo partizan. A ke qenë partizan? Po, kom qenë pak, po. Pak, a? Se, tash, dili sa kom qenë se Ali Boletini ka qenë ilegal, se komunisti njofën, atër në kohë, po, jeton të baraktari i Shalës, po, Shalë, s'ka e njës, ata Shaljon janë, në Isniq. Isniq. Aty ishte edhe Enver Dajqi, për Shqipëri është ai, ata të dy kanë qenë njerëz ilegal, po shok të mi, edhe unë shkosha shpesher të ata. Po, dikush më kesh pas pa ditë të... Ne i hafije. Po, një hafi zyrtar, Po. po, të prefekti. Po në atë moment ndodhë një katunar prej Raushiqi, me cilën unë isha shumë mirë. Edhe i merë vesh se sekretari thot i komunist është komunist. Po, i komunistit ishte zdo kur që ishte kundra fashizmit. Edhe mu më tha, Hakiu, tha, shko sa ma parë atje. Mirë, po një ditë po vjen prefekti me një tokë gjanarës. Jo një ditë, po një mëngjes herët. Edhe, po mu në mramje më kështë e lejmrua, e i katunari që kështë ndëgjuhë, se pa din kundar me të prefekti. Ki kujdes. Ki kujdes se jenë në rrezik. Edhe erdhe në altë, një 10 gjanarët e metën në kamion. Prefekti nuk tha kur gjohë, dhe tha, mledhi tha njerëzit e kryples të katunave, se një besed me ta. Edhe shku njerëzit me i thirë dhe po mos me zjatë, se kjo e zjatë është. Mu më tha ti kemi ardhë me ne, tha në pej, se nesër i kemi me sekretarët e komuneve, kemi takim, po ti e sot atje. Unë i disha krejtë ku puna. Edhe i thash njënit aty si ishte afer kullër, i kishtë edhe qëndon të mirë ekonomikisht, i thash mos i lësho, thash pa drek. Dhe kishtë të qef, mi pas njerët të hyqimetit aty. Thatë mu mos e mprit aty dhe thuj si sekretari i kishtë një punë, se ishin nga tru atje një katunë dhe kishtë shkue me pas që ka është. Nëjse. Këtyne policëve, i kem pas 4 policë aty. Ata kanë qenë burat mirë dhe më donin mu shumë, edhe unë ata. Aty një u kalzova se këta kanë ardhë me morë muë, jo për tjetër. Ata të armatosë, të në gjallë, ty së prek kush me dorë, deri sa të desim në të luftu për ty. Thashtë jo, mos të bënë atë punë. Unë e shkronë një letër prefektit, edhe ja dhash. Thash, zot një prefekt, në qoftë se keni punë me muë, urdoni në radhat partizane në Rakosh. Atje takohemi, dhe se unë e kom rrugën time ju tonë, unë isha në ishe mo. Edhe ja dhash, njënët prej policë me që u nesër në një zarfë dhe me që u gjenetër në prefekturë. Prefekturë, me ato në dorë prefektit. Nga una tjetër, e thira një taf prapaqani, ka qenë policë në atë kohë, po ka qenë trim, një madhë. Edhe unë e njësha mirë dhe e mishte mu mirë. Ishte prapaqani të katunë. Edhe që u thëtë, mu taku me mu, u takoj, edhe i thashtë që se kom punën. Tha nesër të bonu gati, tha unë e ty të qesë të qoj në arrodhën partizane afer këti Rakoshit? Rakoshin i katunë aty. Edhe? Mirë po, aty ka qenë batalioni Rakoshit është, aty s'ka pas asë një sërbë. Gjithë kanë qenë shqiptarë. Partizan shqiptar. Partizan shqiptar, kanë qenë dhe ushtarë shqiptarë, se kishën dalë, bile ka pas edhe prej dhe ushtarë, kanë dalë partizan, kanë dalë me luftu kundër Mirë, fashizmit. profesor, u bone partizan. Po, A ke qenë komunist? komunist nuk kom qenë kur, Asë një herë? asë një herë. Po, Po mirë, asë partijak s'kom qenë me thonë drejtë. asë partijaka? Jo, unë kom qenë 16 vjetë kryetari një partije, Demokristane. Po më vonë. Sepse, kur ka ndasht me të bo rektor,
Kanë thonë, bono antari i lidhjes komunistëve, e po të bojnë rektorin e partë të Universitetit Prishtinës, ju ke thonë, ajo partim ka të rëthu një herë s'moj mo. Po, ata premtoshin komunistat. Ke punu në Beograd e ke doktoru në Ljubljan. Pse ka ndodhë kjo? Sepse në Beograd donin me më qërzu muë, me dhanë një herë u pajtuar me një temë, ashtu po mas disa mujve, thanë ajo temë është e rëndë, nuk është e rëndësishme, akademikës të serbë, po dhe profesorët, po merre një temë tjetër. Na ta do më të mirën ty dhe me nëmrua teme dhe me një temë tjetër keme që menojmë me ta donë, ne? Keme deklarua shumë shpejt edhe na keme të një muaj e krenaj. Thash, po cila temë është ajo? Ajo tha, mimikria kombëtare. Mimikria do më thonë me më shef ato që ka je. Mimikria. Po, mimikria, po. Edhe unë tash, e kuptoj shë unë se që ka mimikria, po i dojtë sa me ditë që ka po donaj. Thash unë nuk e kuptoj mirë që ka po donaj. Tha po e dini, tha se në Kosovë popullësia ka qenë e përzime, ka pas serbë dhe shqiptarë. Po, edhe serbët kanë qenë të diskriminumë, nuk kanë pas drejtat e veta këna nej, edhe pushteti turk ka pas presion në serbët, edhe serbët jërë bo një pjesë e serbë jërë bo shqiptarë. Atërë mu më këcej deli malësorë, i thashë, zoti profesor, une nuk jom deli mu shqitë në pazarë. Ju boni me atem, me djali ti ka qenë kolegë në fakultet, këtë tem e pja një branko, ka pasën branko tuj, se une, po thëmë, nuk jom dele mushit në pazarë. Tha po për të mirën tonë edhe u shkova. Edhe tu shkove për plasa dhe derën pak edhe... Edhe shkove në Ljubljan doktorove. Në Ljubljan nuk mojtën me t'nala? Në Ljubljan, jo, nuk më nënë. Ata më thanë, po më jo, me në i këta të Beogradit, s'mojtën me t'nala atje në Beograd. Në Ljubljan. Jo, shkova Tinës, me thonë drejtë. Tinës, po? Po, Tinës, kom shkova. Edhe kër u ktheve ju të regovu befasuna? Jo, kom shkova, jo, unë Tinës, dhe se edhe, bile, atje një bartolet e vogël, ata më pritën mirë. Po thanë, ma mirë atje ku ke studiu dhe ku po punon, në Beograd atje, thash kom të nëtugu, po edhe u kalzova këta. Tha, e dim, mjerisht edhe, na vjen kësi, është ajo atmosfera, ashtu, anti-shqiptare. Nese, po, në Ljubljan, aty në salën ku bohi kë provimi i doktoranturës. I doktoraturës. Po, kryetari, gjysëm profesor sloven, këtë, thanë, është zakoni në këtë universitetin e Ljubljanës, si mu bajt gjuha, mu bajt provimit, të gjitha provimit në gjuhën slovene. Thanë, po, qovë se do një janë muj me përkëthyje. Thash për mu s'ka probleme, se unë e kom përkëthyje nga slovenishja disa vepra slovene në gjuhën shqipe. Edhe poezi, edhe një roman e kom përkëthyje bile. O, ata u gëzun. Por thash, unë pak me ushlirova pak, thash, me qenë se ju, po vjen mirë që ju e respektoni gjuhën tuj, por edhe unë e respektoj gjuhën time. Thash, ju folni slovenisht, unë e po flasë shqip. Ata fillon me kërë, se po Nëse, kur doktorova, në të kohë ka qenë rasisht një delegacion i kuvenit Kosovës në Sloveni, në Ljubljan. Vizit. Po, vizit. Kryetari i këti parlamentit të Kosovës ishte një Aslan Fazlija, një shoki imi. Edhe një gazetë slovene lajmëroj se në këtë ditë, do më thonë nesër, në ora kash, një shqiptar nga Kosova e mbron doktoranturën në Universitetin e Ljubljanës ora kash. Se vishin njerëzit për me pa. Unë e shkova i kalzova Aslanit, e gjeta Aslanit, thash ti eja në qovë se ke kohë, edhe ti ati. Erdhe Aslani, edhe unë e prezentova komisionit, ata u gëzun, edhe morën më sënë edhe në kafe, pak e kënë ndaj. E nërkohë, kur u lejmë, nërkohë, Aslani ka qenë edhe drejtor i radio
Prishtinës. Në atë kohë ka pas vetëm një stacion, ashtu të vogël, edhe aje qonë lajmin si doktoraj Filoni në Ljubljanë këtë ditë. Shokët prej Kosove, shumë shokë prej Kosove, qojnë telegrame urimi në Akademinë e Shkencave në Beograd. Mja u knaqë zemrën fort. Po, ata që ditën gjithë ato telegrame që vinë edhe hapin njanin, një telegram thotë mos ka vdek kush a dhe shka. Zoja, edhe shohin se unë pas kom doktorua. Atë, kur erdha, atë takova drejtorin cili nuk më dënë të mua, të institutit, edhe më tha, po, ju pasi doktorua, kemi marrë versi doktorua, po u botha tepër shpejt kjo punë, thash kjo bot ashtu si duhet, me afate me gjitha punës. Sa i nuk dinte ku kom shku, bile. Profesor i nderuar, më pas jeni njëri ndër themeluesit e Universitetit Prishtinës. Një ngjarje kjo e madhe, e rrallë për shqiptarët. Ka qenë ngjarje e rëndë, por shumë e rëndë. Shumë e vyshme. Shumë e vyshme, se ajo është një loj si ai popull mundet me pas edhe shtetin, edhe mund me pas kure e banë universitetin, e banë edhe shtetin. Shtetin, më ndaj u bo dhe Akademia Shkencave, këndaj, kështu që sërbe nuk ju erdhë mirë, as pak, për ato. Por me thonë drejt, unë kom qenë në atë komisionin për me u hapë. Për themelimin e universitetit. Universiteti ka qenë një emërime e madhe. Shumë e madhe. Po, bile, ka pas edhe aty stërësit më dha. Bile një grua që ishte profesoresh universiteti, se në Beograd i mojshim në ato mbledhje me Serbë. Tha, po si mohet, ato njerëz kanë me pas edhe fakultetin e mjekësisë, atje kanë me dalë mjekët, që të kanë me mjeku edhe Serbët atje. Edhe kanë me qenë pa dije ata me. Unë e mora fjallën e thash, ju e keni thash një proverb të mirë popullorë, Serbet, po. Kalin, pa i hyp ati kalit, as mos e shaj, as mos e levdo. Njëherë provoje? Provoje njëherë, atë. Thash, ata nëzos, ata student që do t'jenë në Prishtinë, ata kanë me qenë studentuj. Thash, qka jeni ju, nesër mund të bëhet edhe. Thash, ju keni më ardha atje me mojtë ligjrata aty në studentëve. Edhe që ashtu ka qenë, marsin prej Beogradit. Fillimisht një numër i madh i profesorëve të Beogradit. Teri i kryut kuadrat, ha? Delisa u kryu në kuadrat. Kur kryu në kuadrat, kur ndryshoj puna, unë u bona edhe dekan në fakultet atje. Edhe e shpallëm konkursin, se atër s'ka pas 3-4 vetë që disin serbisht, Shqip i ke pas. E shpallëm konkursin për 30 asistent. 30 asistent për një herë i kemi që në Ljubljan, në Beograd, në Shkup, Zagreb, Niš. Zagreb shumë. Po që të kryohen kuadrët të reja. Për mu afsu kuadrët të reja. Kështu që e kemi... Ke qenë edhe inspirator i demonstratave të 68-ës. Studentët e kanë pa profesorin e tyre kushtimisht edhe në balë tyne, ja u ke majtë edhe një fjalim. A i ke inspiru ka pak onësh kështu që qënu se duhet me fitu nga drejta ma shumë? Po, unë me organizu, nuk i kom organizu demonstratat, bile i kom shuhe. A i ke shuhe? Po, i kom gjutë studentët më bëhatë. Më thyrën zyra atje në zyre të fakultetit, edhe atje ishte Mahmud Bakali, ishte njerëzit e komitetit dhe disa profesora kranej, edhe Mahmud i më tha, që i tha, fotusim, tha medalë, tha, e ishte plot obori studenta. Po, kishin ardhë prej qytetit, prej rrugve, edhe aty edhe brohoritin nesëma. Njoni prej aty në thanë, një profesor më doke, tha, e kom në gjuhë Radio Sarajevin, tha, e ko lajmëru se studentët shqiptarë të Prishtinës po bojnë demonstrata, po kërkojnë barazi, po kërkojnë liri, po kërkojnë republikë, e gjitha këto. Mirë, unë i thash, Mahmutit edhe aty nësi isë aty, thash po, unë nuk jam njeri i politikës, ju i një politikanë, thash dërni ju edhe kënej. Mahmutit tha, na kemi dalë
po në kanë sharë, në kanë pështy dhe nuk në nëgjojnë. Tha, ti ke autoritet. Edhe po ta lypin emrin, e kanë kërku emrin tonë studentët? Po, dhe emrin tem kanë kërku. Hajtë për hirë studentëve unë dola, edhe unë, po, unë e thasha, Mahmutit, e thasha, unë nuk mujmë ju thonë studentëve, hupni më thënë e qafën, po duhet me ju premtu diçka studentëve, për me i përshit. Tha, po, le ta formojnë një grupë, prej 5 vetëve, le t'je shkrujnë qka po kërkojnë, e le t'vinë nesër në komitet atje. Thash, por edhe une duhet më vi me ta. Po tha, eja. Po, une dole atë një balkon atje, edhe i thash, disa fjallë. Thash, po, me këtë rini që ka Kosova, thash, do të krenohej edhe populli mëj mëdhe. Lene na, që jemi populli vogël, por e kemi lirin, asë mirë, asë bukur, asë meqme, thash, edhe atë dishme, tha që edhe populli mëj mëdhe, thash, këtë me u lërdu me ta. Po, ata dur të kritën si ju sot, thënë. Atër basanej edhe ju thash se keni mri, thash, ata për çka keni dojnë, qëllimin tuj, thash, është mri. Dhe për gjitha këto kërkesa tuj, thash, është lejmru e bota, Evropa marë edhe bota krenej. Ajo ishte çka kërkojshin studentat për mu, dhe se na po kërkojmë këto e këto. Ju lusë, thash juve, dini si ja duhet mirën juve edhe popullit, thash, edhe ne kemi nevoj për sa ma para ju me dalë njerëzit diplomum, me aftësi që duhet, me inimu popullit e klenej, për thash, ju lutem, krenu edhe shkoni të libri edhe leni rrugët. Thash, pra, nesër një grupë për jush prej 5 vete, ledhet me thanë mua këta shokët e partisë, edhe në komitet shkoni, po thash, edhe unë e vi me ju. Ata bërtiten, jo 5, po thash, shkoni 15, unë i thash, pa më thënë kush. Atër e pëtë, po. Edhe nesër, me gjumë. Shkoni 15. Po, për nesër, unë e prita, në ora sa, unë i thash, se në ora 8, sa, prita si po më thëtë dikush, me telefon, po s'ka, prita, s'ka. Dikur unë e mora telefonin e kërkova Mahmutit. Thash, Mahmut, që ka me bo? Thash, unë sërtë kërkush me më lejmrut, me ardhe dhe une. Tha, a ke dalë sa në rrugë? Mahmutit, thash, jo, shkom dalë, tash u qova. Thash, që të krytë të ndritare, edhe shef që ka në rrugë. Qita në ndritare, po rruga ishë mush me tenka, me polici, me ushtri. Ushtri, me... Kjo ishte përgjigja. Po, ajo ishte përgjigja. Po. Mirë, profesor, rëndësi ka se e kriju të universitetin, gjitha ato generata pa fond i realizut shumë nga idealet e juja që i këshi pas, që si këshi menuar në... Po, në ndërkohin i ndjek këmbës në demonstratat e vitit 1981 që ju kanë largu pe i universiteti, a? Jo, në 81 ka qenë demonstratat edhe ma të mënda, se ka pas studente ma shumë, se në 68. Po, por komiteti prap, ju kishtë thonë rektoratit, se thuni profesorit mua, se ajë le dalin në televizion, në gazeta, në mjetet të informimit, edhe le të djenoj këto demonstrata si armisore. Mu më thirën në rektorat. Aty ka ishin disa studentë dhe disa prorektore krenej, tha, kjo është urdhni i komitetit, më tha rektori. I partis, i shtetit. Edhe i partis, i shtetit, po. Unë e thash, edhe më luten edhe ata, tha, me shku, me gjuhë komitetin, thash, unë i di që atë. Thash, ju, që ju ka thonë komiteti juve me më lemrua, ju muhe, që ka me bo, une, që me i denuaj këta studenta që janë anëmish, thash, une po i thomë juve, me i thonë atyne, ju, se kur s'kanë me pa atë film. Po, ata u habitën mos, ti ka me pas pasoja këtë, dhe thas, le t'kenë që ka t'kenë, unë i kom idealin tim, i kom karakterin tim, edhe nuk shkova, nuk folë asë një fjallë. Mirë po, nesret, më thirë dekani atje, e më dha aktin, se ti je i përjashtum prej fakultetit, prej pune, ti mos e jam në fakultet. Prej asaj ditës nuk kom hima në punë. Në punë, a? Ja. So, dhe i se. Pije pak uj, profesor, uj i Koliqit, a e konë Koliq një here? Koliq, po.
I Alpeve po shkruan këtu. Po, Alpeve. Lartësi mbi detare 1000 metra, dikon 1200 metra. 1200 metra, po. E ke qenë gjithandej. Profesor, erdhen vitet të tjera, vite që I kishti prit pa fond, edhe ju bashk me plot shok tuaj, dishepuj, bashkohanik, organizut aktin e madh pajtimit gjaqeve në Kosovë. Diçka e jashtëzakonshme, a biblike në? Po, ajo ka qenë një punë e madhe, sepse mjaft në vrit të shkau, okupatori, tash edhe ne me vra, njëni tjetrin? Ma ke vra bab gjysën, ma ke vra babën, a krenej, me vra njëni tjetrin edhe aty dert ke shumë gjak. Me gjithë ato ne minojshim se shka me pas, 200-300 vetë, 200-300 raste minojshim, po ata dulin rrët 2000. Kështu që gjatë gjithë vitit na metëm tu spritore në pajtimit, jo na, po populli. Ne jemi habit, unë për vetë jemi habit, se sa vetë dije e madhe ishte të populli, kur ishte interesi I populli, se ne nuk shkum me pajtu gjaqet, me falë gjakun ati kriminellit që ka vra. Ato asë nuk e nishim, asë nuk e përmendësim. Por nemën popullit, për të mirën e popullit, për të ardhën e popullit, për interesin kombëtar, duhet më bëtë trim edhe me shti dorën e pajtimit. Se me vra njerën mund është mas një kaqube, më strehu edhe në kalim me vra. Ajo nuk është trimni, për farë trimnije. Por është një akt shumë I keq, që ne duhet me se tash I kemi gjyqit, I kemi rrugë tjera, edhe kemi hasë në mirë kuptim. Shumë mirë kuptim të madh. Mirë kuptim të madh, populli ju ka nderuar, ka çmu fjalën e juaj profesor. Edhe ishte bukur se ishi gjithë ata profesor, ata emrat nderuam, Anton Qeta, ju, Zekeria Cana, mirë, mos t'i harroj për plot. Bile ka pas raste aq rana, sa unë vetën e provojsha në vetë, a kisha mujt unë me shti dorën e pajtimit në të raste. Njënit ka rreti deqanit atje një katon të ashtë punë këto cili, vishim në një 20 vetë aty në dhomin e ti, edhe unë e folë mas vatë se isha më I vjetri aty, edhe këtu, a I plaku ishte as njeri I kuptushëm, as njeri tha profesor, tha po më dhimesh, tha ti në këtë mosh, tha me ardhë, u isha më rrisë sot, tha me ardhë, tha me në pajtu neve kështu këtu, ti vetëm telefonin me pasu edhe me folë këto fjallë në telefon se me folë tash, ati ja kështë vra djalin edhe vajzen ja kështë vra. Po, dy gjaqe, unë e gjaqet I kësha falë atëre, po tash trita dorën edhe u falen gjaqet. Edhe u falen gjaqet, shumë e vëtë. Ajo, shumë më vëtë. Ata të qeten prej pune. Ata të qeten prej punën të nishen, po në zemrën në ndjenjat e në shkrimet e popullit mbete për here, edhe ke qenë kryetari I Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, po në kohën e Republikës tonë. Po.